Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës. Ishte rastësia që në këtë event këtu në kishën e Shën Thomait për ditën e Shënmërisë takojmë edhe një shqiptar nga Vlora i cili ka hapur biznesin e tij ndër të tjera me produkte shqiptare për shqiptarët. Kemi këtu zotin Bledi Lloshi. Bledi, jeni në ambientet e kishës, me sa mësuam ju keni për donacion për të organizuar këtë event. Natyrisht, ne duhet të shërbejmë komunitetit, edhe aq më tepër bizneset shqiptare. Po le të pyesim një herë si shkon biznesi juaj? Duan shqiptarët të blejnë produkte shqiptare? Sigurisht që po duan, sepse komuniteti na bashkon të tërve. Çdo produkt shqiptar është suport për Shqipërinë dhe për familjet tona, për komunitetin tonë. Ne kemi qenë në dyqanin tuaj edhe kam mjaft produkte shqiptare që si gjen në vend tjetër, megjithatë po shoh tashmë një konkurrencë për vajin e ullirit. Vin lloj njerëzish thotë do të blesh vaj ulliri e tjerë, një persona cilët nuk e kanë biznes. Si është kjo punë? Po, kjo punë. Kjo është cilësia tregon vetë, edhe njerëzit zgjedhin më të mirën, gjithmonë, duke patur shërbimin, duke patur cilësinë, normale që edhe njerëzit zgjedhin atë produkt që duan. Si po shkon biznesi aty? Po e keni zgjeruar me produkte të tjera? Në përgjithësi mirë, gjithmonë me të metat e të mirat e saj, çdo gjë do kohën e saj. Shpresoj se po. Faleminderit Zotit për suportin që na jep komuniteti shqiptar, edhe them se do ecim përpara. A keni shtuar ndonjë produkt tjetër nga Shqipëria? Ka plot produkte që janë shtuar, në bazë të tregut, gamë tregut, them se po. Janë shtuar. Sa herë merrni mallra të reja, një herë në sa kohë? Ajo bëhet një në javë, një në 2 javë, është në vazhdimsi. Kjo nuk ka limit. Ndër produktet tuaja, cili është më cilësori sipas jush? Për mua vaj ullirit e djathi besoj është i pakonkurrueshëm sot për sot. Unë do të vlerësoj atë djathin e dhis, unë jam i dashuruar pas tij. Pra, thash, neve me fjalë besimin e kthejmë në shërbim edhe ofrojmë në cilësi. Si po shkon biznesi tek ajo qendra e re kafenes që është për familjarët që keni krijuar? Ajo në përgjithësi është mirë, po me vështirësitë ta them të mentalitetit në komunitetin shqiptar. Duhet të jemi më të afruar, duhet të jemi më të bashkuar me njëri tjetrin, duhet të përfshijmë dhe familjet tona. Kjo është një apel shumë i vërtet, ne e shohim këtu dhe në ambientet e kishës së Shën Thomait, edhe ju falenderojmë edhe për bamirësinë tuaj. Ju tha që bamirësia nuk përmendet dhe kjo është veçori e karakterit të njeriu që i jep, por nuk do të duket. Jo, kjo është thjesht një ditë e shënuar, kjo është pjesë e Zotit dhe as pak. Kënaqësia jonë është që mblidhemi bashkë si komunitet. Unë kam ardhur me familjen time, me miqtë e mi. Besoj se asgjë nuk ka vlerë para këtyre gjërave. Ne ju falenderojmë për këtë intervistë, ju falenderojmë dhe për faktin që reklamoni në televizionin tonë, sepse kështu njerëzit arrin të gjejnë mallrat që ata dëshirojnë dhe njëkohësisht ne lidhim ata tregtarët me klientët nëpërmjet reklamave dhe është gjë mjaft pozitive. I bëjmë apel edhe bizneseve tjera shqiptare që të krijojnë këtë mundësi se zgjerojnë biznesin e tyre, apo jo? Po, sigurisht. Faleminderit për juve, faleminderit për besimin gjithë komunitetit shqiptar. Ne gjithë të besimin do ta kthejmë në respekt dhe në shërbim ndaj komunitetit. Të dashur teleshikues, natyrisht në ambientet e kishës së Shën Thomait do gjejmë edhe priftin shqiptar të kësaj kishe, Eugen Shkurti. Eugen, po shohim që kisha po aktivizohet, po rivitalizohet, fakti që edhe këto dreka, darka mes komunitetit i bashkojnë njerëzit, apo jo? Pikërisht ashtu është, Rafael, dhe jemi shumë të kënaqur, shumë të lumtur për këtë ditën e sotme. Donse është e dielë, data 16, jemi të mbledhur të gjithë besimtarët sot që të kremtojmë ngjarjen më të bukur të verës, e cila është fjetja e Hyjlindës së Mari, datën 15 gusht, të shtunën që kaloi dje. Dhe gjithë besimtarët janë mbledhur sot pikërisht për këtë festë shumë
të rëndësishme të kishës sonë, thjetjen e hylindëses, pra jetëndrimin dhe metastazën e saj në qiej, ndryshe e quajtur dhe Pashka e Verës, dhe falë për kushtimit të priftereshës dhe Suelës Cule dhe familjes së tij, si edhe dotërsat të kishës sonë, që janë përkujdesur për dekorimin me lule dhe tavolina dhe setting up. Gjithashtu mos harrojmë sponsorin kryesor dhe general, zotin Bledar Loshi, Kostel Lalën dhe gjithë antarëve të komunitetit të dotërsave që kanë kontribuar për ushqimet, dhe jemi mbledhur pikërisht të kremtojmë fjetën e hylindës e sot me gjithë besimtarët dhe jemi shumë të gëzuar. Uroj të gjithë besimtarëve ortodoks, kudo që janë, fjetja e hylindës së Mari, zonja tonë të rëshenjtë t'i qoftë ndihmë të gjithëve, t'i bekojë familjarisht gjithë secilin prej tyre, kudo që janë familjarët e tyre, si në Shqipëri, si në Amerikë, kudo që janë besimtarët tanë dhe familjarët e tyre. Ne herët e fundit, si herën e kaluar dhe sot, jemi bërë dëshmitar edhe të drekave të shtruara për komunitetin edhe për antarët e kishës. Kjo është një veprimtari e dyfisht pozitive, jo vetëm që bashkon besimtarët, por natyrisht i lidh edhe shqiptarët në miqësi, në afrim me njëri tjetrin, në bashkimin e komunitetit shqiptar. Si e shihni, si po kryet ky zhvillim, se po shohim që po ka më shumë njerëz po shtohen vazhdimisht me besimtarë edhe të moshave të reja. Për lavdi të Perëndisë, kjo kishë çdo vit ka edhe më shumë aktivitete. Ngjarje, festime të shenjtorëve dhe aktivitete të ndryshme kulturore dhe shqiptare, etnike zhvillohen vazhdimisht në kishën tonë. Dhe kjo është falë për kushtimit të besimtarëve aktual që kanë qenë gjithmonë që prej viteve dhe antarëve të rinj që e kanë gjetur të kishën tonë të Shën Thomait si vendin e tyre, shtëpinë e tyre dhe ndjehen komod, ndjehen rehat, ndjehen në shtëpinë e tyre dhe duan dhe ata të kontribuojnë në çdo lloj forme, në çdo lloj mënyre dhe i gjejnë veten e tyre me antarët e vjetër të kishës, me antarët e rinj të kishës, bashkohen për të njëjtin qëllim, për të adhuruar Perëndinë, për të shërbyer në kishë për lavdi të Perëndisë, dhe kjo jep gjithë secilin rolin e vet, jep gjithë secilin mundësinë të shfaqë dhe talentet e tij ose të saj dhe të kontribuojë në çdo lloj forme brenda në komunitet. Dhe kjo është që i lidh. Shumë bukur, po këtu kemi edhe një element të bamirësisë të donatorëve, gjë që duhet vlerësuar se jo gjithmonë ne kemi qenë në këtë kishë edhe në momente më të vështira kur ka pasur më pak besimtar. Edhe kjo është falë edhe këshillit të kishës, por dhe punës suaj edhe fakti që ju jeni shqiptar dhe i flisni në gjuhën e nënës. Patjetër, Këshilli i Ri ka sjellë shumë risi të reja në bashkëpunim si me ata, si me mua, si me komunitetin më të gjerë të kishës sonë në një frymë, në një bashkëpunim, me komunikimi si brenda si jashtë komunitetit tonë dhe duke i referuar edhe pikës që sapo përmendet për bujarinë dhe kontributit e biznesmenëve të mëdhenj, ashtu siç është zoti Loshi, i cili bujarisht sot e fali për nder dhe emër të hylindës të gjithë drekën sot, si edhe Kostel Lala dhe dotërsat përfiteresha me kontributet e tyre personale. Kjo është që e bashkon kishën tonë dhe jemi shumë mirënjohës, shumë falenderues për të gjithë këtyre biznesmenëve që vinë, kontribuojnë jo për ndonjë gjë që të reklamojnë veten e tyre, po e bëjnë edhe anonimisht, e bëjnë edhe kryesor e bëjnë për lavdi të Perëndisë, e bëjnë për dëshirën e mirë dhe të përforcojnë akoma dhe më shumë komunitetin tonë, edhe të japin akoma një gjallëri dhe një boost më të madh këtij kontributi dhe kësaj nismës që ka nisur dhe prifti edhe bordi i ri i kishës së Shën Thomait. Gjitha këto që shikoni sot dhe shijoni janë përpjekje të antarëve të rinj në bashkëpunim me antarët të vjetër themelues të kësaj kishe, në një bashkëpunim fryme të bukur dhe gëzohemi që kemi gjithmonë aktivitete të reja, gjëra që nuk i kemi parë më përpara në këtë kishë. Dhe ato që kemi parë çdo vit
bëhen më të mira, zhvillohen më këndshëm, më bukur, më të organizuara, më të bukura, kanë dhe njerëz të tjerë biznesmenë që duan të ofrojnë, duan të vinë, japin një kontribut, qoftë monetar, qoftë me një drekë si sot, dhe i mirpresim të gjithë, sepse kjo është bukuria e bashkësisë. Shumë bukur. Një gjë tjetër, unë do kisha në shkollën, bërë ju keni shkollën e të dielës që ka dhe mësime në Shqip, diçka për këtë. Katekizmi, si që themi neve në Shqipëri, ose Sunday School-i, si që njohin me gjajre këtu në Amerikë, do të nisë në datën 14 shtator, i cilë do t'jetë ceremonia e hapjes dhe regjistrimi i fëmijëve. Pra dhe me këtë rast faleminderit për këtë pyetje sepse duam t'i kontaktojmë të gjithë prindërit edhe përmes televizionit tuaj, gjithë besimtarët ortodoks që ndoshta nuk e kanë marrë akoma fjalën, nuk e kanë marrë akoma këtë të dhënë, por do dalë edhe zyrtarisht më gjerë që më datën 14 shtator i mirpresim të gjithë prindërit t'i regjistrojnë fëmijët e tyre në programin të ri të Sunday School-it ose të katekizmit, ku zhvillohen mësime të krishtera, të njohim Perëndinë, të njohim misteret, të njohim kishën, shërbesat dhe gjithçka që ka të bëjë me besimin ortodoks. Dhe akoma për klasa shqip nuk është zhvilluar akoma ky program, por është në diskutime sipër me bordin dhe me antarët e kishës për se si mund të arrijmë ta organizojmë dhe të hapim një program të tillë për mësime shqip. Por ju lutem jeni stay tuned, si që thënë Amerikanët, për më shumë informacione në vijim. Kisha jonë e Shën Thomait i mirëpret të gjithë besimtarëve, amerikanë, shqiptarë dhe të gjithë kombësive, gjithë njerëzit ortodoks që banojnë në rajonin e Michiganit dhe jo vetëm i mirëpresim të jenë gjithmonë në kishën tonë, të adhurojmë së bashku Perëndinë, të lutemi së bashku, të njihemi së bashku, edhe të bashkëpunojmë dhe të bashkëbefrojmë të gjithë së bashku për një komunitet të bukur, të këndshëm, domethënës, të gjitha për lavdi të Perëndisë. Duke i uruar edhe për ditën e sotme shumë të bukur me rastin e fjetës të hyrlindëses dje edhe sot që kuptojmë, urojmë të gjithë besimtarët, sidomos atyre që mbajnë emrin Mario, Maria, Dhespina, Panajoti, Mariana. I urojmë gëzuar edhe për shumë vjetë dhe hyrlindësja Mari qoftë gjithmonë me ta dhe me familjarët e tyre dhe i bekoftë për herë. Ju faleminderit edhe gëzuar festën edhe. Gëzuar Rafael, gëzuar edhe televizionit tuaj, faleminderit që edhe një herë jeni në pranimin tonë dhe Zoti ju ruaj dhe ju bekoftë edhe ju. Faleminderit. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, kemi këtu pranë nesh edhe nën kryetarin e Këshillës të Kishës këtu, zotin Pulka, i cili merret vazhdimisht me aktivitetet, e gjejmë çdo herë kur ka një aktivitet të tillë të jo vetëm fetar, por edhe komunitar këtu në Kishë. Po shohim që po shtohen aktivitetet komunitare, mbledhje, takime, dreka darkat mes besimtarëve po bashkëdhetarëve tanë. Edhe ju uroj për këtë punë. Çfarë duhet bërë më tej që të forcojmë dhe shtojmë komunitetin edhe besimtarët e kësaj kishe? Është e vërtetë që gjatë këtij viti kemi shtuar aktivitetet ekstra kishtare, si mund të thuash, sepse përveç asaj që predikohet në sallën e kishës, ne kemi nevojë edhe për këto mbledhje, të cilat kanë karakterin e të bërit bashkë të komunitetit. Shumë njerëz jo vetëm që kanë shtuar antarësinë, por edhe janë përgjigjur me gatishmëri të madhe sponsorizimit të drekave në rastet e ditëve të veçanta të kishës, ashtu siç është dita e sotme, ku një familja Lloshi është nga Vlora, por me atë që u lidh si co-sponsor, është familja nga Pogradeci, Kostel Lala. Sido qoftë, ne shikojmë me kënaqësi të gjitha këto lloj gatishmërie, sepse jo vetëm që mbledhin bashkë komunitetin, por në kanë shtuar dhe antarësinë dhe shpresojmë
që me komunikimet edhe me promotimet që kemi bërë, sidomos edhe nëpërmjet televizorit tuaj, por edhe nëpërmjet emaileve, të shtojmë akoma më shumë këto aktivitete. Kemi shtuar aktivitetin edhe pjesëmarrjen e brezit më të ri, si që janë fëmijët tanë tashi, që janë në pozita më të mira dhe më të stabilizuara, dhe dihet që ata rrezatojnë në brezin e tyre, të shokëve dhe të miqve, dhe kjo e ka shtuar akoma më shumë të aktivitet. Por ne kemi faqe të veçantë në internet. Ne kemi një fletore që del çdo javë, është shpërndar nga kisha, dhe kushdo që është interesuar që të jetë upgraded, që të jetë updated me këto aktivitete, të na dërgojë emailët, të na dërgojë adresat dhe ne jemi të gatshëm që t'ju përgjigjemi kur në rast të festash, me ftesa që i shpërndajmë nëpërmjet internetit. Si e një dukuri këtu në komunitet, ma që kisha për një farë kohë s'ka qenë aq aktive, një pjesë e besimtarëve shkojnë në kisha të tjera, në kisha greke të tjera. Çfarë duhet bëjmë që t'i thithim të gjithë besimtarët këtu? Këtu ka dhe një problem që mund të quhet objektiv, për vetë faktin sepse kisha tonë është spostuar pak në periferi. Dhe sigurisht, ka familje që duhet të udhëtojnë gati dhe një orë, ditët e diellave që të vinë në këtë zonë, në Farmington Hills. Kështu që distanca është diçka që me të vërtet, po ne nëse shtojmë komunitetin, ne nëse shtojmë të ardhurat, neve do mendojmë që në të ardhmen të krijojmë një të jetë një kishë e vendosur të jetë vendosur akoma në qendër të komunitetit për të lehtësuar edhe lëvizjen dhe ardhjen e besimtarëve. Kjo është besoj diçka se njerëzit që janë afër kishës janë përgjegjur dhe besimtarët e hershëm që kanë kohë edhe ata vinë pavarësisht distancës. Po besoj se distanca është diçka në këtë mes. Po vetë neve besimtarët duhet jemi promotor. Ne kur shikojmë që kemi krijuar një komunitet të ri, kemi një prift të ri, një prift i cili flet në të dy gjuhët, duhet që të inkurajojmë njëri tjetrin që të përdorim kishën tonë. E këtë më mirë se vetë neve asnjëri nuk mund ta bëjë.